iniciativë e re, shumë e qelluar dhe shumë e mirë nga drejtoresha për rajonin e Mitrovicës, do me thonë zonja Mikolovci na ka mbledhur dhe na ka ftuar për një iniciativë për ndalimin, do me thonë, të sjelljeve deviante posaçërisht të rinjët, dhe kjo është ajo faza e parë në përshkolla, do me thonë që ne si njohës zbashku me kriminalistin në njohur Besnik Gjaka dhe sociologun Ramadan Beshiri Donin, do të mundohemi të japim atë maksimumin vullnetar për qytetin ton, edhe pse qyteti jonë, sa i përket statistikave, do me thonë, qëndron më së miri në atë aspektin e vrasjeve, ose tentim vrasjeve, ose sjelljeve të ndryshme deviante, pra tash e 4 vite qëndron mirë, por ne po dojmë me këtë iniciativë ta mbajmë gjithmonë atë maksimumin dhe të ndihmojmë institucioneve sa më shumë dhe pa pyetur për asgjë, sepse qyteti e meriton. Tek e fundit jemi shtetas të Republikës Kosovës dhe çdo iniciativë që është për të mirën e përgjithshme, gjithmonë kam qenë i gatshëm të jem aty, edhe kësaj radhe do të jem afër kolonelës tonë të nderuar, që të ndihmojmë institucionin e sigurisë publike për çka ka nevojë. Pastaj ajo faza e dytë, do me thonë, janë edhe bashkëpunimi, do me thonë, me mediat këtu lokale ose të tjerët, që t'i sensibilizojmë, që t'i japim ato modelet më të mira, që të flasim me njerëz, pastaj do t'jenë edhe ato tubime, do me thonë, publike, me qytetarët e Mitrovicës. Mund të them që është hera e parë kjo që njohësit marrin pjesë në këtë drejtim për të mirën e qytetit, por duke pas edhe parasysh e nderuar Arta edhe sa sensitiv është ky qytet, bashkëpunimi ndëretnik nuk ka alternativë, qetësimi i situatës nuk ka alternativë, dhe po i gatshëm 24 orë 7 ditë javës